e di se çfarë informacioni ka majoranca, që ne nuk e kemi, që gjykata kushtetuese do të zbardhë vendimin. Ne e kundërshtuam dhe nuk ram dakord për të kryer një seancë shtesë në javën e gjelbër, vetëm me justifikimin që gjykata kushtetuese do të zbardhë këtë vendim. Dua t'i njoftoj të nderuar koleg që ndryshimet e rregullores, të cilat Partia Demokratike i çoi në gjykatë kushtetuese me një vendim të gjykatës kushtetuese që i dha të drejtë opozitës për shkelje të rregullave të parlamentit, unë besoj rasti më flagrant se si rregullat e bashkëjetesës në këtë parlament janë shkelur me dy këmbë. Partia Demokratike i qëndron faktit që rregullorja e parlamentit duhet patjetër të ketë ndryshime konsensuale, ndryshimet e reja të prezantuara nga Partia Socialiste shkelin edhe të drejtat e komisioneve, po edhe të kryetarëve të komisioneve të opozitës nga njëra anë dhe nga ana tjetër krijojnë një komision, një super komision, sikur po ndahen vilajete këtu në parlament. Njëri i nënës e tjerët njerëkës. Për këtë arsye, në konferencën e kryetarëve u diskutua që në qoftë se gjykata kushtetuese do ta zbardhë vendimin, ne do të kryejmë një seancë në fund të muajit prill. Në qoftë se gjykata kushtetuese nuk e zbardh vendimin, atëherë ne do të vazhdojmë normalisht me kalendarin e propozuar ku java e gjelbër do të jetë javën e 3 të prillit. Por dua t'ju njoftoj që ky diskutim në konferencën e kryetarëve, duke pas parasysh që kishte në bazë vetëm ndryshimet e rregullores, është e nevojshme që të sqarohemi që për ne ndryshimet e rregullores të njëanshme, ndryshimet të cilat marrin hapësirën e opozitës, ndryshime të cilat nuk janë dakordsuar dhe nuk janë diskutuar me një proces të gjerë konsultimi, janë edhe në shkelje të gjitha parimeve të bashkëjetesës në këtë parlament. Në këtë parlament, në fakt, shumë gjëra kanë ndryshuar që nga hapësira që ka opozita, koha e debatit, mocionet, interpelancat, komisionet hetimore, ndërkohë që me ndryshimet e rregullores, jo vetëm ato të parat, po njëkohësisht dhe ndryshimet e reja që majoranca ka propozuar, edhe hapësirën që kanë komisionet që drejtohen nga opozita, edhe kjo do të ngushtohet. Koha e diskutimeve do të ngushtohet, njëkohësisht do të ngushtohen edhe të gjitha hapësirat e tjera opozitare. Thënë kjo, Partia Demokratike ka prezantuar dhe një mocion me debat për sa i përket raportit Departamentit Amerikan të Shtetit. Në fakt është duke dar raporti i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe ne akoma nuk kemi kryer diskutimin për raportin e parë. Është duke dar raporti i dytë i progresit për progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit dhe ne akoma nuk kemi kryer diskutimin për raportin e parë. Me datën 6 maj, Parlamenti Evropian mirapton raportin e radhës për procesin e integrimit dhe ne akoma se kemi kryer diskutimin për raportin e shkuar të Komisionit të Parlamentit Evropian. Për këtë arsye ne insistuam që Parlamenti duhet patjetër që në rend të ditës të ketë çështje që lidhen së pari me krimin organizuar, së dyti me luftën ndaj korrupsionit, së treti edhe me klimën e biznesit që në fund të ditës janë edhe çështje të procesit të integrimit. Të gjithë jeni ndjeni që pozicionet negociuese janë sekrete, nuk publikohen. Të gjithë jeni ndjeni që objektivat e ndërmjetme janë sekrete, nuk publikohen. Të gjithë jeni ndjeni që ky parlament ka një vit që nuk merr një raport për procesin e integrimit që ta diskutojnë komisionet, që diskutohet këtu në seancë plenare. Dhe i gjithë ky proces është duke u mbajtur jo vetëm burokratik, po është duke u mbajtur teknik, është duke u mbajtur i fshetë, pa gjithë përfshirje, pa konsultim, pa njoftim të parlamentit dhe është e nevojshme patjetër që parlamenti të ketë këto çështje në rendin e ditës. Çështje të cilat janë të rëndësishme jo vetëm për parlamentin e procesin e integrimit, po në fund ditës janë çështje të rëndësishme për qytetarët. Ditët e fundit kemi parë qeverinë që ka filluar e ka dalë rrugëve duke folur për integrimin, janë kujtuar më në fund që duhet patjetër të flasin dhe për këtë proces. Ndërkohë që Parlamenti duhet ta kishte pasur në rendin e ditës këtë çështje me kohë. Sot procesi i integrimit është objektivi kryesor që ky parlament ka, që Shqipëria ka dhe fatkeqësisht në këtë rrugën e gjatë të 12 viteve ku Shqipëria e ka humbur shumë herë rastin dhe ndodhemi në një udhkryq. Ndodhemi në udhkryqin e një procesi që vetëm po kryhet në letër, një procesi që nuk ka gjithë përfshirjet të shoqërisë, një procesi i cili po kryhet pa standarde dhe informimit që duhet ketë jo vetëm parlamenti, po edhe qytetarët. Lufta ndaj korrupsionit që përmendet në raportin e Dashit si elementi kryesor që është pengesë për zhvillimin e klimës biznesit, lufta ndaj krimit organizuar që përmendet përsëri në raportin e Dashit
që është pengesë, jo vetëm në procesin e integrimit, po edhe për klimën e biznesit, duhet patjetër të jenë çështje të rendit të ditës. Ky parlament ka kohë që nuk ekziston e nuk funksionon ashtu siç duhet. Ky parlament ka kohë që nuk prodhon debat, po ne duhet patjetër t'i ofrojmë qytetarëve shqiptar mundësinë që të dëgjojnë, të flasin, të diskutojmë për sa i përket këtyre prioriteteve. E kam dëgjuar rëndom kryeministrin kohë të fundit që thotë nuk është luftuar ndonjëherë korrupsioni kaq shumë sa që është luftuar këto vitet e fundit. Në fakt, korrupsion të tillë me 50 milionë euro për tender nuk ka pas ndonjëherë Shqipëria. Korrupsion ku çdo tender ka një gjob, ka një taks korrupsioni që vjen nga qeveria nuk ka pas ndonjëherë Shqipëria. 30% është kosto korrupsionit. 1.2 miliard euro janë kontratat koncesionare, 600 milion euro janë në hetim kontratat koncesionare. 600 milion euro të cilat i mungojnë buxhetit shtetit, i mungojnë qytetarëve shqiptar, po i mungojnë njëkohësisht edhe diskutimit këtu në parlament, sepse komisionet hetimore nuk lejohet që diskutohen, mocion me debat nuk kemi mundësi që diskutojmë. Në rastin e diskutimit të imunitetit të ish zëvendës kryeministres, përsëri nuk patëm një debat të shëndetshëm këtu në parlament. Këto janë çështje që duhet flas parlamenti. Këto janë çështje të cilët kërkojnë qytetarët shqiptar që ne të flasim. Sot në rendin e ditës është edhe një diskutim për portet. Ligji i porteve, që është ligji i 18 që vjen me porosi këtu në parlament. Ligji i cili mbasi i jep një investim strategjik, mbasi e ndaj Shqipërinë me porte, me aeroporte, me prona në jug të vendit, me ndërtime, i japin edhe nga i port këtyre investitorëve strategjik, se nuk i mjaftojnë pronat publike që i japin, duhet patjetër të japin edhe i port pagar. Këto ligje janë pengesa kryesore e integrimit sot. Kjo mënyrë se si ky model qeverisje po zhvat pronat publike, ky model qeverisje po varfron qytetarët shqiptar, ky model qeverisje sot është kthyer në pengesën kryesore për procesin e integrimit. Është kthyer në pengesën kryesore edhe për Shqipërinë në klimën e biznesit, edhe për Shqipërinë luftën ndaj korrupsionit, edhe për Shqipërinë në luftën ndaj krimit organizuar. Për këtë arsye, Partia Demokratike ka propozuar mocion me debat për diskutuar këto çështje, për të diskutuar dhe për të ofruar transparencë për situatën me krimin organizuar, për raportin e progresit, por njëkohësisht dhe për raportin që qeveria shqiptare duhet kishte sjellë këtu muaj më parë për procesin e integrimit. Qytetarët shqiptar kanë nevojë që të dëgjojnë, kanë nevojë që të kuptojnë, kanë nevojë që të marrin vesh se si sot qeveria është kthyer në pengesën kryesore të integrimit, se si korrupsioni në nivelin e lartë, se si vjedhja, se si i gjithë procesi dhe i gjithë modeli qeverisës sot është pengesa kryesore e Shqipërisë, është arsyeja kryesore që të rinjt largohen dhe është pengesa kryesore në procesin e integrimit. Për këtë arsye i kërkoj kolegëve që të votojnë pro mocionit me debat që Partia Demokratike ka prezantuar. Faleminderit. Faleminderit, zoti Balla.